Edhe një tentim për kontrabandim të botoksit në vlerë prej rreth 10.000 eurosh. Dogana e Maqedonisë së Veriut njofton se ka ngritur padi penale kundër një mjeku dhe një infermiere, të dy të punësuar në qendrën klinike universitare Nën Tereza. Ata tentuan të kontrabandonin gjithsej 199 flakona botoks me një vlerë totale prej rreth 615.000 denarësh përmes një dërgese postare të deklaruar si produkte kozmetike me vlerë totale prej $80. Rasti ishte zbuluar nga doganierët e njësisë doganore Shkup 1 gjatë një kontrolli të detajuar të dërgesës postare të deklaruar për zhdoganim importi. Nga hetimi paraprak u përcaktua se i dyshuari i pari punësuar si mjek në qendrën klinike universitare Nën Tereza porositi 199 flakona botox me vlerë 615.000 denar nga një kompani nga Republika e Kores dhe u pajtua që ata të deklaroheshin në faturë si 10 copë produkte kozmetike me një vlerë totale prej $80. Pastaj ai i kërkoi të dyshuarit të dytë i punësuar si infermiere në qendrën klinike universitare Nën Tereza të nënshkruhej si pranuesi i dërgesës. Infermierja kishte pranuar që porosia të dërgohej në emrin e saj dhe e ka paguar porosin nga llogaria e saj e transaksionit. Importi i botoksit porosit dogana është i rregulluar në mënyrë strikte dhe i nënshtrohet lejeve të veçanta nga institucionet kompetente dhe çdo mashtrim që lidhet me importin e mallrave të tilla ose të ngjajshme përbën rrezik për shëndetin e qytetarëve. Ky është rasti i dytë këtë vit i importimit të paligjshëm të ilaçeve dhe pajisjeve mjekësore për ndërhyrje estetike. Më parë në prill të këtij viti u arrestuan 14 persona mes të cilëve dhe një mjek nga Spitali Teq Shtatori dhe Klinika Universitare e Dermatologjisë. Ata dyshohen për kontrabandim të produkteve mjekësore që përdoren për ndërhyrje estetike. Nën hetim janë 19 persona dhe 6 subjekte juridike.